Mirëmëngjesi të nderuar teleshikues, ja ku takuam sërish në emisionin e përditshëm What Happened Today, ku do të jemi së bashku çdo ditë në orën 07:30. Data sot shënon 28 tetor dhe kemi përgatitur për ju disa informacione me ngjarjet më të rëndësishme të ditës, të cilat ju ftoj që t'i ndiqni. –28 tetor. Ngjarje 306. Maxentiusi u shpall perandor i Romës. 312. Konstantini i parë mundi Maxentiusin dhe u shpall perandor i Romës. 1531. Imam Ahmad ibn Ibrahim al-Ghazi përsëri mund armatën e Lebna Degnel, perandori i Etiopisë. 1918. Çekoslovakia fiton pavarësinë pas shkatërrimit të perandorisë austro-hungareze. 1636. Themelohet shkolla e parë amerikane e edukimit të lartë, Universiteti Howard. 1868. Thomas Edison aplikoi për patentën e tij të parë. 1948. Kimisti zvicerian Paul Muller fitoi çmimin Nobel. Lindje 1955. Lindi Bill Gates, pronari Microsoft. 1967. Lindi Julia Roberts, aktore amerikane. 1984. Lindi Arber Hitaj, gazetar shqiptar. Vdekje 1704. Vdiq John Locke, filozof anglez. 1740. Vdiq Ana, mbretëreshe e Rusisë. 1988. Vdiq Ted Hughes, shkrimtar britanik. Ndërkohë kemi përgatitur për ju biografinë e Bill Gates, i cili është një investitor amerikan i njohur për themelimin e gigantit të softwareit Microsoft. Për më tepër ju ftoj të ndiqni materialin e përgatitur. Bill Gates. William Bill H. Gates është pronari dhe kryearkitekti software i firmës së njohur Microsoft, e cila bën xhiro rreth 36.84 miliard dollar amerikan në vit dhe ka 128.000 punëtor, të shpërndarë në 85 vende të ndryshme të botës. I lindur më 28 tetor 1955, Gates u rrit në Seattle të SBA-ve bashkë me dy motrat e tij. I ati William H. Gates Sr. ishte avokat në Seattle, ndërsa ema Mary Gates ishte një mësuese dhe drejtoreshe e United Way International. Gates ndoqi shkollë fillore publike dhe më vonë vajti në shkollën private Lakeside School. Atje ju krijua pasioni për software dhe filloi të programonte kompjutera që në moshën 13 vjeçare. Në 1973, Gates filloi studimet në Universitetin e Howardit. Gjatë kohës në Howard, ai krijoi një version të gjuhës së programimit bazik për mikrokompjuterin e parë MITS Altair. Në moshën rinore, Gates e la Howardin që t'i përkushtoi Microsoftit, një kompani që ai e kishte ndërtuar në 1975, bashkë me mikun e tij të fëmijërisë, Paul Allen. Duke u drejtuar nga besimi se kompjuteri do të ishte një vegël e nevojshme në çdo zyrë dhe në shtëpi, ata filluan të krijojnë software për kompjutera personal. Vizioni i Gates për kompjuterat personal ka qenë baza e suksesit të Microsoftit dhe të industrisë së softwareve në përgjithësi. Në drejtimin e Gates, misioni i Microsoftit ka qenë që vazhdimisht të advancojë dhe të përmirësojë teknologjinë e softwarit dhe të bëjë më të lehtë, të lirë dhe të kënaqshme përdorimin e kompjuterave nga njerëzit. Kompania investon rreth 6 milion dollar amerikan në vit për kërkim dhe rindërtim. Në 1999, Gates shkruajti librin Business the Speed of Thoughts, që tregon si teknologjia e kompjuterave mund të zgjidhë problem biznesi në mënyra të reja.
Libri ishte publikuar në 25 gjuhë dhe shitet në më shumë se 60 shtete të botës dhe ka qenë libri më i shitur, bestseller, në New York për 7 javë me radhë. Gates ka dhuruar fitimet nga shitja e librave të tij në organizata jo fitimprurse që përdorin teknologjinë për edukim. Gates është tashmë njeriu i dytë më i pasur në botë, gjithashtu është një filantropist. Ai bashkë me gruan e tij Melinda kanë krijuar fondacionin Bill e Melinda Gates, që menaxhon më shumë se 27 miliard dollar amerikan për të ndihmuar iniciativa filantropike në fushën e shëndetësisë dhe edukimit në mbar botën. Gates u martua më 1 janar 1994 me Melinda French Gates. Ata kanë 3 fëmijë. Gates ka pason leximin dhe i pëlqen të luajë golf. Tani do të kalojmë në rubrikën Kuriozitete, ku sot do të flasim për historinë e lapsit. A e dini se kush e shpiku fillimisht lapsin modern? E gjithë historia njerëzore pretendohet se është shkruar. Qytetërimet që përfshin pjesën më të madhe të ekzistencës njerëzore kanë përdorur një formë shkrimi për të regjistruar jetën e tyre, kulturën dhe praktikat e tyre. Por çfarë përdoren njerëzit për të shkruar para lapsave dhe lapsave tanë modern? Qytetërimet më të vjetra përdoren materiale të ndryshme duke përfshirë lapsa bronzi, qime kafshësh dhe lapsa prej kallami për të shkruar regjistrimet e për të shprehur mendimet e tyre. Ka shumë larmi brapa lapsave dhe shkruesve tanë modern dhe pjesa më e madhe e kësaj shumëllojshmërie vjen nga materiali mbi të cilin shkruanin njerëzit. Mjetet më të hershme të shkrimit njerëzor mund të duken të thjeshta, por disa nga shkrimet më të hershme të zbuluara u gjetën të gërvishtura në muret e shpellave, duke përdorur pothuajse çdo gjë të mprehtë që përfshinin përreth. Copa metali, gur të mprehtë, pothuajse çdo gjë për të gdhendur mendimet e tyre. Ndonjëherë pigmentet përdoreshin për të lyer ngjyrën në një imazh dhe pas zbulimit të zjarrit, historianët besojnë se shkopinjtë e djegur do të përdoreshin për të djegur një imazh ose vizatim. Disa nga shkrimet më të hershme në historinë njerëzore janë shkruar në balt, me sipërfaqen e saj të lakueshme dhe aftësinë për të gdhendur kuptimin dhe dizajnin në sipërfaqen e saj, nuk është çudi që qytetërimet e lashta zgjodhen argjilën si pllakat e tyre të shkrimit. Ndërsa ideja e gdhendjes së diçkaje në argjilë për të bërë një dizajn është përdorur për mijë vjeçare, arkeologët kanë zbuluar disa nga shkrimet më të vjetra, rreth 3000 vite para Krishtit, të impresionuara në argjilë. Mjeti i zgjedhur për të ishte kallamishtja, mjaft të forta për të bërë vija të drejta. Kallamishtet janë një nga mjetet më të hershme të shkrimit të njohura sot. Në mënyrën argëtuese, kallamishtet ishin shumë jo praktike për të bërë kthesa të besueshme, gjë që besohet se ishte arsyeja pse shkrimi i hershëm në kuneiformin sumerian përbëhet nga 3 këndsha dhe vija të drejta. Sipërfaqja e shkrimit më e disponueshme në Kinë ishte bambuja. Shumë vegla të hershme kineze përfshinin furça dhe thika të bëra prej bronzi, të cilat përdoreshin për të gdhendur shkrime në bambu. Një shkrim i tillë mbush më pas me bojë për qartësi. Njerëzit në lindje do të përdornin gjithashtu furça të bëra nga qimet e kafshëve për të shkruar. Këto mjete fleksibël me maj të imët lejonin që shkrimi të bëhej me goditje të gjera me furçat e bëra nga qimet e gzofit të kafshëve. Do të përdoreshin si mjete për kaligrafi për vitet në vijim. Në fakt, vetë emri laps vjen nga frëngjishtja pincel dhe latinishtja pencilius, e cila do të thotë bisht i vogël. Në Azinë Juglindore dhe Indi, lapsa si thik përdoreshin për të shkruar në gjethet e palmës. Një maj shkruese e tillë do të kishte një skaj të mprehtë për të shkruar dhe në fund të sheshtë për të niveluar sipërfaqen e gjetheve pas shkrimit. Romakët përdorën dyllin, një përbërje organike e lakueshme si sipërfaqen e tyre të preferuar për të shkruar duke filluar rreth vitit 500 para Krishtit. Një tabelë tipike shkrimi do të përdoret nga një sër gjërash, duke përfshirë regjistrimin e llogaritjeve të biznesit dhe shënimin e shënimeve. Dylli do të përdorej për shumë shekuj në qytetërime të ndryshme për shkak të transportueshmërisë dhe ripërdorimit të tij. Mjeti i zgjedhur për të shkruar ishte një majë shkruese bronzi e ngjashme me ato në Azinë Juglindore, me një fund të mprehtë për gërvishtjen e dyllit dhe një fund të gjerë për të lëmuar dyllin përsëri si një lloj gome. Egjiptianët e lashtë cilët shpikën papirusin diku në shekullin e 3 para Krishtit, kryesisht përdorin lapsa prej kallami që ishin zhytur në bojë. Papirusi, duke qenë një sipërfaqe kaq e dobishme shkrimi, do të vazhdonte të revolucionarizonte natyrën e shkrimit në mbar botën. Në fakt, ajo do të bëhej aq e njohur në kohët mesjetare saqë furnizimi me kallamishte filloi të paksohej duke çuar në zhvillimin e pergamenës, e cila ishte lëkura e modifikuar e kafshëve. Shkrimtarët e kësaj kohe përdornin një maj kocke me një maj metalike të quajtur plumet për të përshkruar punën e tyre.
Më pas ato do të përdorni një laps të bërë nga pendët e fluturimit. Lapsi u bë zëvendësuesi më i mirë për lapsat me kallam, pasi ato ishin më të forta dhe mund të rezistonin shumë më tepër përdorimit. Mbushja e lapsave me kallama me bujë ishte gjithashtu një biznes i çrregullt. Përfundimisht maja e një lapsi do të bëhej prej metali për një shkrim më të qëndrueshëm, megjithse lapsat me qilpër kishin ende të metat e tyre. Lapsi modern, një shkop grafiti me një pjesë të jashtme prej druri, u krijua nga Nicolas Jacques Conte në 1795. Më vonë më 1827 Petrarke Ponearo do të shpikte lapsin. Me krijimin e thumbave për qeliku, vetëm 3 vite më pas lapsat u vjetëruan dhe kompanitë filluan të kapitalizojnë dhe përmirësojnë tregun për rritjen për lapsa të përshtatshëm. Lapsi me top do të ndiqte shpejt në 1888, të shpikur nga amerikani John Jacob Loud me qëllim për të shkruar në sipërfaqe të pabarabarta ose të përafërta. Fatkeqësisht prototipi i parë rezultoi pa suksesshëm derisa Laszlo Biro patentoi një prototip të përmirësuar në 1938. Historia e shkrimit ka bërë një rrugë të gjatë, megjithse ajo me cilën e shkruajmë nuk ka ndryshuar shumë në formë apo madhësi. Disa nga shkrimet më të hershme janë bërë me kallamishte të mpreta dhe të gërvishtura me pllaka balte. Kodet e vjetra, ligjet dhe të dhënat historike janë regjistruar edhe sot e kësaj dite në pllaka balte. Nokin, thikat dhe furçat u përdorën për të shkruar në bambu me lapsa dhe tehe të mpreta u bën të spikatura në mesjet për të shkruar në pllaka dylli. Të tilla maja shkruese ishin të pajisura me një fund bishti me formë ventilatori për të zbutur dyllin nëse bëhej një gabim. Populariteti i papirusit si një material shkrimi do të nxiste përdorimin e lapsave si mjeti kryesor i shkrimit gjatë pjesës më të madhe të historisë së fundit të njerëzimit, pasi lapsat me kallama ishin më elastike dhe jo aq të çrregullta. Përfundimisht me zbulimin e grafitit dhe evolucionin e lapsit, lapsat e grafitit u shpikën. Me ardhjen e teknologjisë së re, lapsi modern u rishikua dhe modifikohej vazhdimisht derisa arriti dizajnin që ne njohim sot. Tani u frytë ndiqni parashikimin e motit në territorin shqiptar për ditën e shtunë. Territori shqiptar për ditën e shtunë parashikohet të përshkohet nga një mot i paqëndrueshëm, me vranësira dhe rreshje shiu që do të jenë të pranishme në të gjithë territorin. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 10 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 24 gradë Celsius. Ero do të fryjë me një shpejtësi mesatare 1 deri në 9 metër për sekond në drejtimin jug-lindor, çka do të bëjë që të krijohen dallgëzime deri në 4 vall, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë: Shkodër 17 deri në 22 gradë Celsius, Kukës 10 deri në 16 gradë, Peshkopi 14 deri në 20 gradë, Tiranë 18 deri në 24 gradë, Durrës 19 deri në 22 gradë, Kavaj 20 deri në 22 gradë, Elbasan 17 deri në 24 gradë, Berat 16 deri në 24 gradë, Korç 11 deri në 17 gradë, Vlorë 20 deri në 25 gradë, Gjirokastër 14 deri në 21 gradë, Sarand 16 deri në 20 gradë Celsius. Tani u ftyt të ndiqni parashikimin e motit në territorin e Kosovës për ditën e shtunë. Territori i Kosovës për ditën e shtunë parashikohet të përshkohet nga një mot i paqëndrueshëm, me vranësira kalimtare dhe rreshje të pakta shiu që do të përshkojnë të gjithë territorin. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 8 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 21 gradë Celsius. Ero do të fryjë në drejtimin jug-lindor me një shpejtësi mesatare 1 deri në 4 metër për sekond, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si vijojnë: Mitrovic 10 deri në 19 gradë Celsius, Podujev 8 deri në 19 gradë, Skënderaj 11 deri në 20 gradë, Pej 10 deri në 18 gradë, Prishtinë 12 deri në 20 gradë, Gjakov 12 deri në 21 gradë, Malishev 12 deri në 20 gradë, Gjilan 12 deri në 21 gradë, Ferizaj 10 deri në 21 gradë, Kaçanik 14 deri në 20 gradë,
Prizren 12 deri në 21 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues, kjo është gjithçka e përgatitur në emisionin e sotëm. Bashkë do të takohemi sërish nesër në 1 orë. Ndërkohë ju ftoj të ndiqni programacionin në vim të Drita Televizion, si dhe mos harroni të na ndiqni në rrjetet tona sociale, TikTok, Instagram, Twitter dhe Facebook, si dhe në websajtin ton drita.tv.